Mos ta harrojmë. Është një investim tjetër që po bëhet në Vlorë. Nuk shkoj të xhiroj dot. Nuk kam bërë asgjë për ju, se nuk kam krahun e sipër. Jo, s'është dy rrugë, bypassi Vlorës. Rrugën dytësore, prandaj rini pa merak. Tani përpunimet edhe janë dalim pak sepse më interesante do kemi avantazhet dhe dezavantazhet ta shohim për gjithë secilin. Do zgjasi ditët me diell. E dëgjuat shqiptar, qeveria do zgjasi sezonin. Vazhdoni edhe aludoni. Po e thua më zoti, nuk po aludoj. Deri sot nuk e keni promovuar asnjëherë Shqipërinë. Po të referohen. Dhe ju vjen në natë. Kuptoj që këta të dy e kanë me njëri tjetrin, po ne po flasim për turizëm. Po çka Sirata Hajalfa. Absolutisht. Flasim, dëgjoj, unë nuk po them që se kemi ngritur duke thënë 10 vjet, 20 vjet, 25 vjet tranzicion. Vlora u mor si shembull negativ, por mos harroni, të ruhet natyra, të ruhet ajo që është. Mos i bëni dhe rrugët, por të paktën pastrojni. Shkoni juve Agjencia Kombëtare e Turizmit, që keni nxjerr lek pafund, bën politika. Keni nxjerr lek pafund për bërë edhe emisione televizive, ne keni çuar lekët aty ku nuk merret absolutisht. Edhe për debate pa lidhje dhe idiote, dhe nuk keni çuar një kamera tek ai që ka hapur bujtinën dhe ta promovonin. Nuk e keni bërë fare. Mund kanë ardhur njerëz nga agjencia, kanë marrë lekët dhe kanë thënë, si ta bëjmë të gjejmë 5 dokumentare, të marrin paratë. Jo, absolutisht nuk ka ndodhur edhe nuk ka përdodhur një gjë e tillë. Edhe nga ministrit tjera që kanë Më thuaj rastin konkret, nuk ekziston. Po jo rastin konkret. Edhe promovimet i bëni me emisione të dopta, i shpërndani parat në televizione pa lidhje. Si jashtëzakonisht gabim. Çdo gjë është transparente, çdo gjë është jo transparente, e keni letrat, e keni në rregull juve, por nuk bëni asnjë lloj efekti. Absolutisht. Dhe nëse ju ngacmoni promovimin ose shani promovimin që është rritur krahasim me vitet e kaluara. Dëgjoj. Më fal, në Shqipëri ka njerëz që me iniciativa private, me paratë e tyre kanë bërë sa kanë mundur në fushën e turizmit. Janë të përgatitur në ana tjetër. Në ana tjetër, ju si agjenci shteti ku organizatat e qeveritare kanë bërë asgjë. Dhe për t'ia u zgjatur atyre sezonin turistik, ka filluar dhe po rritet. Biles, janë vënë vetë subjektet në vëmendjen e ministrisë dhe të agjencisë. Por derisa ti thua, deti nuk ruhet dot dhe mund në Imar ndodh aksidenti, sepse në gjithë u gundien 4 plazhe kryesore. Për aksidentin nuk ka faj as ministria, as agjencia dhe as dikush tjetër pa u nxjerr fajtori nga prokuroria e cila po heton për rastin konkret. Dhe për këtë nuk mund ta aludojmë megjithatë dhe nuk mund të bëjmë reklam negative. Aksident fatal. Aksidente fatale ndodhin. Me që flasim në Sardenjë, që është një zonë turistike, një rast i ngjashëm që ndodhur 16 vjet përpara dhe kishin ndaluar jet skit. U futur në internet e kontrollon për arsye sepse ata mendojnë që